Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Gostivarit Valbon Limani, në një konferencë për shtyp prezantoi 5 masa konkrete sociale, që sipas tij do të zbatohen menjëherë pas marrjes së mandatit. Bëhet fjalë për vendimin për ndarjen e 100 eurove për çdo familje me fëmijë të posalindur, një masë konkrete, humane dhe e drejtë, që tregoi se kur ka vullnet politik, ka edhe zbatim real. Këtë masë e vazhdojmë edhe si vjetë. Limani theksoi se rinia do të jetë prioriteti kryesor i qeverisjes së tij. Për çdo të ri dhe të re, deri në moshën 30 vjeçare, komuna e Gostivarit do të mbështes start-upet me nga 60.000 denar. Çdo vit do të përkrahim 30 nisma të reja rinore, duke investuar drejt për drejt në idetë, kreativitetin dhe guximin e të rinjve tanë. Mbështetje të veçantë do të kenë edhe gratë. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të arrihet pa fuqizimin e grave. Çdo vit 30 vajza dhe gra do të përfitojnë nga 60.000 denar për nismat e tyre të biznesit. Ky është investim në pavarësi ekonomike dhe barazi reale. Si masë me karakter social dhe familjar, Limani prezantoi edhe projektin për gjyshrit pensionist. Faleminderit gjyshërve tanë. Ky projekt është dedikuar për gjyshrit pensionist që kujdesen për niprit dhe mbesat e tyre, ndërkohë që prindërit janë të dy në punë. Ata do të përfitojnë një shumë simbolike prej 30.000 denarësh në vit nga komuna e Gostivarit si shenjë mirënjohje, respekti dhe mbështetjeje konkrete. Në fokus është edhe siguria në shkolla. Do të krijojmë programin ambasadorët e sigurisë dhe respektit në çdo shkollë. Këta nxënës do të përzgjidhen në bashkëpunim me mësuesit dhe psikologët shkollor, jo vetëm sipas suksesit mësimor, por edhe sipas ndikimit pozitiv që kanë tek bashkëmoshatarët. Qëllimi është i qartë, nxënësit ndikojnë më shumë tek njëri tjetri se sa të rriturit. Viktimat ndihen më të sigurta kur kanë bashkëmoshatarët që i mbrojnë, shkolla bëhet një komunitet më i fortë dhe më i bashkuar. Në fund, Limani theksoi se këto masa nuk janë premtime, por plan konkret veprimi për një Gostivar më të drejtë dhe më të zhvilluar.